në vetë, mandej edhe vizën ose lejen për me arme pa, por për çështën e varrimit si mi fol, pas 3 dite u leju zoti Thaçi me arme vizitu me tona Tomasa, si e komenton mas pari refuzimin për lejimin e tina me marr pjesë në varrim, ty ditë që shumë ekspert të ligjit, shumë advokat, këmë pallë me statuse, me pjesë dhe këmë komuniku, si Kosova lejon edhe për kriminal të caktum, që janë me burg, me marr pjesë në varrim të afërmit, për shkak kodit zakonor, për shkak të rrethanave të shoqënisë, që gjykata është e Kosovës, të pak të ministrit është e Kosovës. Çush e komenton lejimin mas 3 ditë ose mos lejimin e tina mas pari me marr pjesë në varrim, lejimin e tina mbas 3 ditë më ardh në vizitë, formën e përcjelljes, kufizimin e lëvizjes, edhe kur e merr parasysh që këta janë vetëm të ndalum, nuk janë dënum, janë në paraburgim. Nuk po du ta bëj avokatin e zotit Thaçi se nuk jam avokati i tij, por po flas për Hashim Thaçin si qytetari i Republikës Kosovës. Spari, ai në një mënyrë, ai dhe gjithë tjerë që janë në paraburgim po diskriminohen për shkak se nuk janë të barabartë si krejt qytetarë tjerë të Republikës Kosovës që paraburgimin e vuajnë në Kosovë. Ata janë 3000 kilometra larg. Kjo është një rrethanë që në gjykata duhet me pas parasysh. Pra nuk janë shteti i Kosovës ndaj qytetarit Hashim Thaçi ka qenë me qasje diskriminuese për shkak se nuk ja ka mundsu paraburgimin me majtë në Kosovë, po dash me majtë në Hagë. Unë e di që infrastruktura ligjore ashtu e përcakton, por kjo është një. E dyta, vetë ligji, vetë gjyqësia nuk është veç çështje e procedurës edhe dënimit, ose çështje edhe një humaniteti dhe kuptimit të kontekstit social të ne. Nëse një person është 3000 kilometra larg vendit vet, e është duke u hetuar sipas ligjeve të Kosovës, duhet me pas një farë mirëkuptimi edhe me besu vetë kosovarëve për problemin cilën është. Këtu thjesht 2 herë ju ka refuzu kërkesa, për shkak se unë po supozoj që nuk kanë qenë besueshme dokumentat e mjekëve tanë për ta. Unë po them ashtu, se një arsye ka pse është refuzu. Nëse thot mjeku që e ka babën në gjendje para se me vdek, e gjyqtari nuk e lejon me shku, kjo është çështje edhe humanitare edhe për mua shumë shqetësuese. Dol në fund që tretën herë ja pas kanë leju disa ditë para se me vdek baba. Unë besoj që edhe ditë kur ka shku me vizitu, nuk ka qenë gjendje të mirë baba i Hashim Thaçit. Tash, sa i përket vetë varimit, këtu e ka llogarit gjykata speciale që mund me pas edhe problemet të aspektit sigurisë dhe shumë faktorë janë të kyçur në organizimin e një operacioni të tillë, ta them, për shkak se është llogarit që ka shumë qytetar, është dasht me infrastruktura, logjistika me u përcaktu se qysh ka marrë, kush ka me përcjell, edhe vendime, gjykata, plani, planifikimi, blerja e biletave, edhe sigurisht në fond kanë dasht me kriju një ndjeshmëri ndaj kësaj situate, edhe një humanizëm e ja pas kanë leju mas 3 dite më ardhë. Unë nuk jam në pozicion në zotit Thaçi, edhe natyrisht që kom shumë ma letë me thonë. Po për një kësi lloj leje, mas 3 dite, ma mirë hiq mas me shku. Unë vetë kom thonë, nëse si a lejojnë që atë ditë në varim, hiq mas vjen, e kërkon mas 6 muaj, mas 1 vjeti, se për hub kuptimi edhe vetë të ati nderimit në varin e babës, edhe në varim. Kur përbojmë pyetjen për zotin Thaçi, po flasim mas për ato që ka përvasën aspektin historik edhe politik edhe intelektual. Po flasim si qytetari i Kosovës. Si e komenton ditën kur u leju me shku te varri i babës me gjithë atë përcjellje, çasin, formën e trajtimit, sa është humane një gjë e tillë. Si e komenton ju zoti Koci? Thash, një njerëz që jeni shumë liberal, edhe kemi sosje pak më ndryshe se të tjerë. Si e komenton? Po flasim për një njeri që po shkon te varri i babës. Te varri i babës. Edhe me tona përcjellje, që edhe për zdektris, pa mundëso dikujt në bazë besimit që ka me bëni lutje mbi shpirtin e të njerit. Me tonat përcjellje, me tonat çasje. Nuk duhet të komentoj në atë drejtim. Zoti Thaçi ka kalu shumë momente të vështira në jetë dhe është më i fortë se kaq. Nuk kanë mujt me përkulas, me mposht me ata. Ajo që nuk është dok mirë, po unë nuk e kam probleme më të madh atë që ka pas shumë siguri. Unë e kam problemin pse me këtë siguri ose edhe me pas 5 fishu sigurinë, pse nuk e kanë leju ditën e varrimit. Se kjo është si praktikë që në shumicën e rasteve në Kosovë lejohet. Edhe tjerëve në Hagë nuk ja u kanë leju. Po pse këta me u diskriminu në raport me të paraburgosin e Kosovës, kur kjo është me ligjet e Kosovës? Kjo është gjykata e Kosovës. Ajo shkel drejt atë elementaret, se përket lirive elementaret njeriut.
Mos lejimi, jo vetëm tina, edhe zotit Haradinaj, edhe zotit Veseri. Unë besoj që kjo nuk është veprim human, ajo në shkela jo, mu më duhet ma shumë informata, për këtë edhe nuk po du me u deklaru. Por nuk është veprim human. Po, nuk mu ka dok humane dhe mu ka dok diskriminuese. Me qenë se është gjykat kosovare, edhe shumë kosovarëve tjerë që jenë në Kosovë, ju ka leju që ditën e varimit me marë pjesë për babën, për nanën, është dashtë dhe këtyve me gjithë formën qoftë edhe me pas 5 fishu a 10 fishu ato masat e sigurisë. Zoti Koci. Edhe dyta, që kjo është një problem që kontekstin kosovar nuk pe kupton dhomat e specializuara edhe zyra e prokurorit specializuar. Ne jemi të dinitetshëm kur në varime nuk kem boj incidente. Nuk e bën shqiptari incidente. Nuk e bën probleme. Se e nderon edhe vdekurin, e nderon edhe familjen e tij. Kjo është ajo që po më pengon shumë që kjo gjykat edhe prokuroria nuk ka gjyqtar shqiptar, nuk ka prokuror shqiptar, nuk ka madje as shqiptar të Kosovës, po nuk ka madje as për këtys, ose ka shumë pak, 2-3 me thanë. Apo cilët të ashtë për gjykata speciale ndaj të dyshuarve, se këta e në dyshuar, janë në mbajtje, nuk ka dënuar, nuk kemi një mendim për dënim. Unë e këqyri ndryshe këta, unë e kom me rëndësi, në fund me dhanë mendimin bazuar në legjë edhe në prova, di që ka me qenë vendim lirus, e këto sa për që silën apo nuk silën ashpër, gjithë janë këta matë forësaq, edhe nuk është që fort ja u prish të rezinke. Letë silën ata ashpër sa dojnë, më fond është me rëndësi për neve rezultati përfundimtar ata mu liru, në basë prove, e prova nuk ka ato që ka po shohim na. Zoti Koci, të e ditë sa humanini, të e ditë të njësë për mbrojtës drejtave të kajë, lema për insanën dhe për njeriun. Këto vjetë si pjesë e media, aftash 17 vjetë, më karame për cilë procese ndryshme zgjysore, raste ndryshme kriminali, zëtë shka, dashtë e pa dashtë, situatat e kam pra. Si ma komenton ditën e lirimit kër liu me pa babën e vetë aty, në spital, qasin e forcave të sigurisë, brutaliteti që ju të regu, e si do mos të ndajnë një doktorin, e dim se dhe në mes betejave në luft, uthtarakët që mbojnë krysin e kush, nuk sulmohen, nuk vriten, vijnë e partë të frontit, së është një marveshje pashkrume, kësi respektohet humaniteti si përfaqëson një mjek. Që shë komenton këtë pjesë? Nëse të kjo pjesë ato që ka kem pa nuk është dok fare mirë, mas pari kanë qenë disa persona me as maska nuk kanë qenë ato si duhet, se ti e kupton atë maskën policore që quhet balaklava, që e din që është zyrtar, është në uniform, po ato kanë qenë do farë maska që nuk e lenin për shtypjen e mirë dhe nuk e kishen figurën e një personi zyrtarën, në tesha civile me do maska kështu qume. Qaj reagimi i joni i publikut, herën e dytë në varim, ishen kretë zyrtarë, ishen pak ma mirë. Nëse veç kam pas në një informacion të inteligencës, se na nuk dim çfarë informacione kanë ata, unë besoj që nëse kam pas, këti kam pas gabim, po nëse kam pas, ata kanë mujtë me organizu ma mirë këtë atë procedurë. Hymja në spital është hymja qendrore, atë pjesë ndërtesës unë e një mirë. Për primrapma e kam pas një hymje tjetër, një hymje ndimse. Kanë mujtë andej me fut me shkude të baba edhe mos me pas publiku. Saj për këtë doktor